E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Nancy Van Horn zhvilloi një vizitë në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, ku u njoh nga afër me investimet më të fundit në fushën e sigurisë. Gjatë vizitës, përfaqësues të grupit Kastrati, në drejtimin e sipërmarrësit Shefqet Kastrati, prezantuan pajisjet e reja të kontrollit të sigurisë të prodhuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto teknologji synojnë të rrisin standardet e kontrollit dhe të përmirësojnë ndjeshëm sigurinë për pasagerët dhe operacionet aeroportuare. Në fokus të takimit ishte rëndësia e bashkëpunimit me ofrues të besueshëm të teknologjisë amerikane, i cili po ndihmon kompanitë shqiptare të modernizojnë infrastrukturën e sigurisë dhe të forcojnë mbrojtjen kufitare. Ky partneritet shihet si një hap i rëndësishëm drejt përmbushjes së standardeve ndërkombëtare dhe rritjes së besimit në sistemet e sigurisë në vend. Zyrtarët theksuan se investimet të tilla jo vetëm që rrisin efikasitetin operacional, por gjithashtu kontribuojnë në sigurinë kombëtare dhe në zhvillimin e mëtejshëm të sektorit të transportit ajror në Shqipëri.